them. There's a lot of noise in campaigns, and people want to take you down different paths and talk about issues that don't really matter. And the most important thing for us was, first of all, communicating to the younger voters where they get their information. So again, it was online, through podcasts, through lots of non-traditional methods, and it's very important. Those same things you can do here. They were very much concerned about their ability to get ahead, get their own place. A lot of younger voters in the United States, because they can't really afford to get their own place, they're still living with their parents. And they didn't want to live with their parents forever. And so they want to get out on their own and establish their own roles and thank you. And have some sort of future. So they very much were responding to a lot of the messaging that President Trump was talking about, and of course they're caring about personal security. They care about economic security, and again, the issues that drove Americans to the polls in 2024 are the same issues here. It's very, very similar circumstances. So again, it's about ensuring that they know that there is a party that is focused on the future, and that conservatives have the best solutions. As I said yesterday, the last 12 years have been an abysmal failure. So why would you vote for the party? Why would you vote for the person who's responsible for the last 12 years? It's time to make a change. Hello, everyone. Hello, Mr. Lasivitas, and it's a great pleasure to have you here. Welcome to Albania. I have 4 questions for you. The first one is that, seeing the way that you led the campaign of Mr. Trump in America, how will you adapt that campaign here in Albania, and what new strategies will we implement here? The second one is that Rama has modernized the way of stealing votes in Albania by employing people in the administration, even people that just get the salary and don't do nothing. How are you going to fight that? And the third of all is how are we going to balance the support that Rama is receiving from the left-wing parties of Europe, of course, because of he has the support of Soros. How are we going to balance this? And the fourth question is, will we have the support of the U.S. in these elections? Concrete support. Yeah. So, from a strategic standpoint, we're not going to give away too many secrets, but it's about having I think from a campaign standpoint, much more active on social media, much more active in non-traditional methods of communicating with voters. I think is a very important thing. Talking to the right group of voters, from a standpoint of the message. Of course, the messaging Dr. Berisha talks about opportunity, about being able to stay in Albania, about being able to, have a future here, so you don't have to move to Europe or move to the United States. But and as it relates to the left-wing parties, socialists will always stick together. And because they have a one world view of government that doesn't include the individual. And, those are the types of things that individuals need to be able to stand, up against and fight. And as it relates to the United States, I obviously don't speak for the United States government. I'm here as a private citizen, and I do political campaigns all over the world. But again, what makes it interesting here for me is we have a true conservatives who are battling against a socialist regime and a very unstable leader who has really made the government and the economy very unstable. And we need to ensure that there's stability in the region. So obviously those in the United States watch what happens, in every country, and it's about building alliances, and of course Albania has always been in the forefront, and of course Dr. Berisha was a big part of that. So
But again, it's just really important for those of you in a certain age understand the importance of what you're doing and the importance of making sure that not only that you vote, but you grab 5 people, you grab 10 people, and you make sure they vote as well. It's very simple, and you can have a direct impact on the outcome of any election as long as you stand up and be counted. Just a moment. As regard to Europe, lidhur me pyetjen tuaj për Europën, në Shqipëri ka 2 Europa. Një Europë që censurohet dhe tjetra që manipulohet dhe deformohet. E vërteta është Europa që censurohet në Shqipëri. Këtë javë ka folur për Shqipërinë më fuqishëm se kur ndonjëherë në 32 vite dhe ndofta më fuqishëm se për çdo vend tjetër në 32 vite. Kjo Europë në Këshillin e Europës në një kohë krejtësisht të pazakont, mbajti 2 seanca me 2 grupet kryesore parlamentare, në të cilat ajo u informuar dhe debatoi për narkoshtetin në Shqipëri, për Edi Ramën, si një armik të pluralizmit që arreston kundërshtarët e tij politik, që burgos kundërshtarët e tij politik dhe që shtron zgjedhjet në farsë elektorale. Kjo Europë nga mediat e mëdha të kontrolluara nga qeveria u censuruhet plotësisht. Por e vërteta është që kjo Europë, që ta dini ju, në vizitën e tij në Këshillin e Europës, drejtuesit e këtij institucioni do më informonin se ata Edi Rams i anulluan darkën zyrtare të planifikuar për nder të tij. Akt që nuk kishte ndodhur ndonjëherë në historinë e atij institucioni. Darkën ja anulluan dhe ja anulluan për shkak të keqsjelljes të tij, për shkak se aty ai nuk përmbajti veten dhe demonstroi se cili ishte. Por nuk është e tëra kjo. Pas anullimit darkës, duket se ky kishte mbledhur grupet kriminale shqiptare nëpër Europë dhe pas anullimit të darkës, me qindra mesazhe kërcënimi shkuan drejt drejtuesve të Këshillit të Europës. Kjo është Europa që u censurua, por jo vetëm kaq. Në qoftë se kjo ndodhi ditën e hënë, ditën e martë ndodhi një ngjarje tjetër, madhore, për Shqipërinë në Komision në Punëve të Jashtme të Sigurisë Parlamentit Evropian. Seanca në Komision në Punëve të Jashtme dhe të Sigurisë, që është komisioni qendror i Parlamentit Evropian, ishte një seancë ku mirnin pjesë deputetët të gjitha grupeve parlamentare. Dhe në këtë seancë kushtuar, jemi realist,
në tërësi zgjedhjeve në Shqipëria, zgjedhjeve në Shqipëri, këtyre zgjedhjeve, çka është edhe kjo tepër e pazakont, sepse normalisht në këtë fushat nuk nërbirren aktivitetet tilla. Në këtë seancë, që përsëri është Europa e censuruar, por ju siguroj se ai komision është komisioni vendimarrës më i rëndësishëm i Bashkimit Evropian, parlamentar, u paraqitën qoftë nga ekspert, qoftë nga anëtarët komisionit, situata dramatike e Shqipërisë. U paraqit me vërtetësi Edi Rama një lloj narkodiktatori që nuk respekton parlamentin, nuk respekton vendimet e gjykatës kushtetuese, nuk respekton votën e lirë të shqiptarëve. U paraqitën me vërtetësi të madhe qëndrimi i tij ndaj pluralizmit dhe kundërshtarëve politik. Pra i dashur, vërtet ka patur ndonjë deklaratë tek këtu, të cilat edhe ato i ka manipuluar Edi Rama, sepse nëse marrim deklaratën e fundit të dy komisionerëve, që të dyja e bën të qartë se nuk mund të ketë nuk mund të ketë integrim pa reforma të thella të cilat Edi Rama kur nuk i bën. Edi Rama bën fasad, mirë po fasada e Edi Ramës mori fund ditën e hënë dhe ditën e mërkur në dy institucionet themelore të demokracisë europiane dhe të bashkimit europian dhe të politikës europiane. Kështu që ju, do të thënë, nuk duhet përpiqemi që ta tejkalojmë censurën. Edhe kjo, unë e thash në Këshillin e Europës, akti i mbylljes së TikTokut është akti i Habitullahut të Kabulit. Dhe sqarova dhe një gjë. Mos e merrni për të thjesht se jati i tij në vitin 1988 me 10 dhjetor firmosi varjen litar të një poeti, disident, guzimtar, vetëm se shkrojti vargje për fjalën e lirë, shkrojti vargje për frymën e Helsinkit, kurse ky tani varë në litar TikTokun sepse trit e përdorin shumë dhe e kritikojnë, e tallin ose e qortojnë.